Për të ndjekur Mirëmbrëma Yje Kids, mjafton të klikoni butonin subscribe në kanalin Arbana Osmani në YouTube. Ky program mundësohet nga Infinity Office, Kiabi, Natural. Një program I ri me yje të vegjël. Mirëmbrëma Yje Kids, me disa nga fëmijët më të çiltër, më të zgjuar, më të ndjeshëm, më kurioz dhe më të sinqert që kam njohur. Çdo të diel, ora 18 në kanalin Arbana Osmani në YouTube. Ajla, e gati. Po. Ndërsa mua, mami kur kam pas qenë vogël, gjithmonë donte më vesh me fustane. Edhe mua. Po mos më pëlqejnë fustanet. Jam. Të pëlqejnë fustanet. Mos më pëlqejnë fare. Mos më pëlqejnë fare fustanet, edhe madje një herë kam pas ditëlindjen, kam qenë 10 vjeç, mos gaboj. Pa të vesh një fustan kështu bëj roz me një jakt madhe kështu, dukesha komplet si palaço. Wow. Qava shumë. Tash nuk e dua këtë fustan, dua të veshëm pantallona, nuk mi veshi pantallona. Vetëm që të vishja unë që donte ajo. Edhe unë kur kam pas një ditëlindje, kisha një fustan kaq, që zinte gjithë venin atë që kishte vend për të ullë, edhe ishte mush me xixa. Pse I kanë që ka qef goca xixat? Nuk e di. A njef në I gocë që nuk I ka qef xixat? Fare. Asnjë. Gjithë gocat I kanë qef xixat. Qatë duhet ketë një çun që t'jetë shoku jatë? Duhet jetë I gjatë. Okej. Flokë duhet t'i ketë kafe, që shë kam unë, kafe me bjond. Edhe syt nuk ka problem, mesatare, jo, thami I gjatë. Edhe mesatare nuk ka problem. Edhe duhet t'i security guardian. Duhet pa tjetër kështu, a? Pa tjetër. Duhet pa tjetër. Çun roje siguria. Po. Çfarë duhet bëj ky që t'jetë security guard perfect? Duhet mos më ngacmoj, e para fare. Duhet më ruaj që ato që do në gjojnë e di veti. Dhe që shtë thënë tjetër? Pra një të shumë, nëse njëri tonë gjuj mu, aje diskuton vetë. Po. Dhe që si gjithmonë, si një herë, kisha I shok, e kishte emrin Soel, më ruan të gjithmonë. Të ruante? Po, më ruan edhe tani. Ashtu? Edhe që se kam bank akuma. Edhe duhet baj për shesh. Po, duhet baj për shesh. Si që mbana I mu. Edhe... Po dëgjun, në qa kuptimi thu dëgjun? Dëgjun shumë e pëllëmp? Jo, kur më ka I natë shumë do të më flasi keq për mu. Aje e këthën më rapsh. E kuptoj. Këtë ka një natë ty? Zëmka. Zëmka. Po. Okej. Kush janë më të zgjuara? Gratë apo burrat? Gratë. Te shtëpia jote punon, kush punon më shumë? Mami. Mami. Po dhe babi im punon. Po. Jo ai shumë se punon mami im, po punon. Ti e lumtur që punon mami, apo të dohet punon të më pak? Jam e lumtur që punon shumë. Po edhe kam dëshirë që punon edhe më pak. Po. Pse do që të punoj më pak? Sepse shpenzon gjithë kohën, pra dje, duket, iku në kërshim. Neti një 3 ditë, po mendon se nuk është shumë, nuk është hera parimja. Edhe kam shumë herë tjera, një herë ka ikë të Itali, një herë ka ikë në London, një herë ka ikë në Greqi, një herë në Golem, kështu. Si kur ka eksploruar gjithë botën. E ti qa bën kur ikën mami atje?
Pare me nanën, se e kam në shtëpinë. Po nuk pëlqen që të rish me nënën? Më pëlqen shumë. Më pëlqen shumë të ri me nënën, por nga që dal edhe me mami pak më shumë se gjyshi, se unë vaj me gjyshin pazare. Bëni pazare. Kur është pushim, ne i kem dalin për pazare, ma në i herja kullor të mirë. U knaqke. Ku jeton ti zemër? Në Elbasan. Në Elbasan? Pa. Është larg këtu Elbasani? Ja. S'kam qenë asnjëherë në Elbasan. Si është Elbasani? Më tregoj ti. Elbasani është shumë i bukur dhe nga që është qyteti më pëlqen shumë. Nga që edhe më pëlqen shumë parku Rinia, se ka shumë lodra, dhe më pëlqen dhe Kulla, jo Kulla. Afër asaj të Skampës, si Kasol. E kam parasysh. Po, e kam parasysh. Së më vjen emri. E kam parasysh. Lëre, se e di. Në qoftë se do ishe ti deputete, ose kretare bashkie Tiranës, qa do ndryshoje këtu në Tiranë? Qa do përmirësoje? Qa do rregulloje? Do rregulloja lodrat, që të lodhen edhe më shumë fëmijët, do i thoja që do hiqja gjithë plerat dhe atyre që s'kan shtëpi, do i ndërtonim një shtëpi. Si do ja ndërtoja? Me falas. Do ja ndërtoja falas. Se kur po vija unë këtu, më shoh gjithmonë kështu. Ose ndonjë gra që kërkon lek edhe më vjen keq. Cili është ushqimi i Elbasanit që ty të pëlqen më shumë? Pilafi. A kanë të mirë? Me grosh. Me grosh? Edhe me filet të pule. E bën të mirë atje? Po, shumë të mirë. Po nana ime e qanë. E bën të mirë. Unë jam mësu me gjitha me gjellrat, me supat, me salata, me plot gjana. Nga që mi gatu nana. E jam mësu nga dora nënës. Dora nënës nga mami apo nga babi? Nga babi. Nga babi. Nga që nuk do të them këtë, nga që mami babit ka vdek. Ndërsa mamit, mamaja e mamit, jeton akoma, thjesht jeton të shtëpia e kushëririt tim. Okej. Të parë. Ku shkojnë njerëzit masi vdesin, Aysel? Në qiell. Pse fëmijët i duan kaq shumë gjyshrit? Sepse siç na i herë që shoh YouTube, se shoh edhe internet, në thonë që ato që janë kështu, që mamat i bajnë kështu strikt në YouTube, në Roblox. A di lojën Roblox? Jo, ç'është? Është një lojë Roblox që lodhin fëmijët shumë. Shumë fare. Pse lodhin me këtë fëmijë lojën? Nuk e di pse. Po. Nga që e kanë qef, kështu mund të bash customize outfit, mund të lodhësh çfarë loje dush. Po thjesht më përpara duhet të bësh kush jetë shumë got, duhet vesh një emër asaj. Po, e kuptoj. Ti luan Roblox? Po luaj, po nuk lodh më shumë. Pse? Se është edhe një lojë që kështu organizon një shtëpi, një dhomë ose një kuzhinë ose një banjo. Okej. Unë lodh më shumë atë se më pëlqen, nuk më pëlqen më shumë se Robloxi, se Robloxi më hunton ndonjëherë mu. Tuton. Po. Ndërsa ajo loja që lodhun me Customize Your House, kështu quhet, më shqetëson. Të qetëson? Po. Kur jam me nerva, ose kur jam e mërzitur, ose kur kam një ditë keq, ajo më qetëson. Çfarë të bën ty me nerva? Çfarë të bën të mërzitur? Për shembull, kur zihem me shoqen time ngushtë, zëm ka të vogla, herë, se dje kisha i zëmk, po u pajtum, mërzitëm shumë me zënkat, shumë, edhe sa po hyn atë lojë, që të thëmë kështu se ka edhe një zhurmë kështu, relaxing sound. Kuptoj. Po. Për çfarë u zut me shoqen? Fjalën nuk ta them dot, se është një fjalë e keqe. Pra kishte shkruajt te tavolina e
shokut vet, se këtu e ka tavolinë në shokut vet, edhe i di që i kështë shkruajt? A i që keqë zona, ku i pajtu. Qa i the? Pse e shkruaj të këtë fjalën poshtë tavolinës tatë? Shumë e shëmtuar, a? Vajzat nuk duhet flasin ashtu. Po. Po të bëj ca pyetje që të më shpjegosh sepse unë nuk i kam fort qartë ta gjërat, dua të më tregosh ashtu siç i mendon ti, okay? Po. Çfarë është për ty dashuria? Për mund dashuria është që më duan, që i jep zemër tjetrit që e do shumë, që pra nuk zije dashuria. Nuk zje? Nuk zije, nuk ka zëmka të vogla që zijet. Fare? Dashuria fare. Pra në qoftë se ti dashuron dikë nuk duhet zihesh asnjëherë? Vetëm nëse ka kështu gjana probleme, mund zihesh, po kështu kot nuk mund zihesh. Nuk ka kuptim. Nuk ka kuptim. Të krijosh një sherr hiç nga hiçi. Po. Për shembull që shoqja ime tha kështu, shoqja ime tha ashtu. Më thash e theme? S'duhet. Normalisht. Pra që një çift të rri bashkë edhe të dashurohen shumë me njëri tjetrin, duhet të sillen mirë, duhet që ta duan njëri tjetrin, duhet të japin zemër njëri tjetrit, të jenë zemërbarë, të jenë të sjellshëm, apo e thash? Po? Të jenë zemërbarë, të jenë zemër mirë, dhe të mos sillen keq bashkë për zëmka të vogla. Po, mos zihen për budalliqe. Kot. Budalliqe kot. Për shembull, ja vjen ndonjëherë ky burri im thot, ja pse keni bërë rrëmuj këtu. Kjo nuk është arsye për të zënë, apo ja? Po, nuk është fare arsye. Nuk është fare arsye. Qa mund të jetë një arsye që ja vlen për të zënë? Për ta vlen për të zënë, është sikur të shkruajnë, të thon një fjalë shumë të keqe, ose të sillet shumë keq me ty, ose nëse, për shembull, nëse bajt ti sikur je Livi, Po? dhe unë jam Grace. Ne bajmë muhabet të dyja dhe ti më thon një fjalë shumë të keqe, ose sillesh shumë keq me mua, ose më shtyn, ose më ban ai gjë shumë keq. Ajo është e zënë. Kur ty të lëndon shumë. Po, lëndon shumë. Qa të ka lënduar më shumë ty deri tani, Grace? Më shumë, nuk ka lënduar ai shumë. Qa do të lëndon të ty? Çfarë nuk duron do ti të të bëjnë? Nuk duroj dot që të më bërtasi. Njërë që më bërtasi, dhe a këthin mrapsh, se nëse më bërtet a i mund dhe i bërtas atit. Normale. Se s'ka vlerë, nëse më bërtet a i mund edhe mund i se me qetë. Se nëse i them mund me të qetë, edhe a i prapë bërtet, për një rast kot, unë dhe ngri zanën. Normale. Normal. S'mund të durosh ti të bërtasi tjetëri edhe ti të rish. Po pra. Në qoftë se ti do kishe mundësi të ndryshoje diçka te familja jote, ç'a do ndryshoje? Do ndryshoja që vllai im të mos kishte, të mos kishte girlfriend. Ka girlfriend ai? E di unë kush e ka, po mban kot sikur e ka shoqe. Ashtu, a? Ashtu. Po nga e ke kuptuar ti që e ka girlfriend? Nga që e kam pa e herën kështu me si, sa unë sa po i shoh si në wallpaper, ose diku tjetër, e shoh Bjorku edhe merr telefonin direkt. Edhe pastaj e dalloj unë që... Pastaj thot, qa shef ti të telefoni im, mesazhet e mia? Sa më, pse të rish ti shumë mesazhet e tuja unë? Ndërkohë s'kam punë fare. Si ja kontrollon ti mesazhet? Ja kontrolloj najherë. Qa mesazh ka pas? Kështë pas që i ka thënë Qa i ka thënë? I love you. Po. Kështu me shumë dashuri. Ashtu, a? Po. Të pëlqen shumë keq, a? E kam najherë i natë, po më që e kam shoqe e le. Hajt. Hajt na. Qa do bëjmë tash? Vlezërit kanë girlfrienda, nuk kemi qa t'ju E bëjmë. di, s'kam që t'i bëjmë. Po pse të bezdis, pse të mërzit kjo gjë ty?
nuk mërzita shumë, po një gjë që ndryshoja në gjithë familjen është Kja. kjo. Kja. E kuptoj. Ta ndryshoja pak, po më shumë familje që ndryshoja nuk kam. Nuk ke, vetëm këtë punë e girlfriendit. Po. Ti vetë nuk ke boyfriend, apo jo? Kam ex, Oh! Qa është eksi? Alex. Ex është kur zihesh, Okej. pastaj. Oh, okej, e kuptova. Ex, që do me thënë, keni qënë shok, jeni zënë, dhe nuk jeni më shok, apo jo? Jemi shok, Okej. pra kemi qenë që shtashun që nuk do t'jetë bjorku ashtu, edhe ai të ndryshon të këta. Okej. Nëse do ta pyesje ti. Edhe ai nuk e ka qef që ti ke pas boyfriend, right? Nuk do të jem boyfriend jot. Nuk e di pse, edhe pastaj këtë, e di këtë, if you're done with your ex, move on to the next, pastaj i këndova atë unë e dit, edhe pastaj më jep lekët mu direkt se e njove këngën. I thashën. Si ishte kënga? If you're done with your ex, move on to the next, and you're done with your ex. The only ex I want is extra money, no extra sex. Kështë këngon të këngën? Nuk e di emrin, po e di që është e famshme. Meri lekët? Që nëse ke marruar punë, Po? move on to the next, do me thënë kalo të tjetra, edhe do me thënë kur kalon të tjetra, do me thënë do e një japi lekët kur thot extra money. Dhe Okej. shu trend. Është trend kjo? E po tani ka kalu se ka qenë çik më përpara, po Okej. është akoma si trend. Është akoma si trend? Po. Okej. Me exet, a duhet mbetemi shok, apo jo? Ja, po. Mundesh, edhe mundesh edhe s'mundesh. Si do i shefi ty. Edhe tani, for no reason, at all reason, there's no reason at all, I thought we broke up. Pa e mirë. Sa i pandjeshëm. E mirë. Mërziti? Mërziti që, po. Kaloj. Si kalon? Si kalon? Mërzia në qoftë se dikush ta thyen zemrën. Kaloj pas 3 muajsh. Wow. Kohë e gjatë, e di. Qa i the vetes në të kohë, në të 3 muaj? I thash vetes, po qa bana unë zot i madh, pse është jeta ime kështu? Thash vetes. Po pastaj kur kalon 3 muaj, i thashun. Ta këndoj herë këtë këngë kur doli trend. Doli pas 2 muajsh, po kaloi dhe i muaj që se pashun atë këngën. Okej. Edhe i thashun, ma ta këndoj herë këtë këngën edhe të mi japi lekët mu, edhe ta tregoj ai që është broke up. Po, pra. Pra tani, boyfriend-i e ke crush, pastaj e pyet. Pastaj nëse thot jo, nuk e ke. Nëse thot po, e ke. Pastaj, kur doni të martoni, është pyetje jo për mu, po, e mirë. Po se jo, mund të bani edhe broke up me boyfriend, që thashun. Edhe pastaj, nëse ban divorce, do me thonë keni ma burr, Edhe grua. po. Po martesa, pse duhet? Nga që i burr duen jetë, Duhet. po duhet, nga që nëse jetin punë, për shembull, Po? fëmijën me qenë do t'i lesh nëse një kështu, një daycare nuk e pranon, nuk e beson. Duhet ta kesh. Pra duhet Edhe burri e që... woman, Po. woman, Woman. Po. Okej, pra, woman, burr, grua. Pra, po më thua që duhet një burr në jetë se normalisht do të ndihmoj me mbajt kalamajt. Po. E nëse merr një burr që s'të ndihmon me mbajt kalamajt? Edhe nëse pi bira, t'ja heq atë Xboxin nëse lunaj shumë, t'ja hedh në shplerash edhe t'i them çau edhe lëviz. Martesa perfekte është kur nuk zihesh fare. Fare.
Që shkon çdo gjë mirë. Po. A duhet me pas xhelozi dy njerëz që duhen? Ja. Pse duhet kesh xhelozi dy njerëz? Xhelozi vogël mund të kesh, po që të kaloj, se nëse e ke xhelozi për jetë, shkop xhelozi, është xhelozi gati. Nëse burrit, për shembull, po e them, nëse burri jot flet me i gru tjetër. Imagjinoje. As nuk guxoj ta imagjinoj. Qa mendon se duhet bëj unë nëse zbuloj këtë? Nëse zbulon këtë, merr divorce. Ka që thjesht. Edhe merr burr tjetër edhe ja tregoj atij. Burrit që burri eks, se nuk di ç'ta them. Okej. Kalamaj, pse kanë që ka qef iPadin? Të thënë gjë? Se ajo i tallin brenda, shofin i tallin brenda. Po. Që shka van të libër në shoh. Shofin edhe atë, Lirë, që e ka emrin. Po. Shofin vetëm gjana budallë që kështu i tallin brenda, të Roblox, Skibidi Ohio, kështu. Po pse i kanë qef? Pse ju pëlqejnë kalamarët? Dalin trendza, kur dalin shumë views edhe trend, që do me thënë trend, e kanë shumë qef, kur del shumë trend. Okej, po a është e mirë kjo për fëmijët apo e keqe? Shumë keq. Pse? Brain rot, e di pse quhet brain rot? Because your brain rots. Oh, të prish trurin domethënë. Po pse i shikoni atëherë kur i prishin trurin? Unë që shoh fare, po. Për fëmijët e tjerë nuk e di fare. O zemër, qa mund tjetë një zgjidhje që fëmijët mos rrinë kaq shumë në iPad? Një zgjidhje do t'jetë që mund të luajnë me shoqet e tyre, mund të dalin të marrin pak ajër, se atë rrinë gjithë ditën mrena. Po rrinë shumë në iPad, shumë ose në kompjuter. E di sa dojë t'i thosh, ta të zhgras. Qa do me thënë? Ta të zhgras do me thënë prek bar, se s'ke prek bar. Do me thënë dil jashtë në natyrë dhe rrinë në natyrë. Po prindrit, qa duhet bëjnë prindrit? Duhet bëjnë në një gjë prindrit? Duhet ja marrin. Duhet ja marrin? Po, edhe ti thonë, ti vjen një orar që të bajnë shantën gati për nesër, ta hekurosin uniformën, jo uniformën, se mund të dhe digjesh, po ato që janë dhe mund të hekurosin. E kuptoj. Dhe edhe që të bëjnë gjëra gati, nëse je me pushime nesër, për shembull. Unë ike me pushime nesër. Dhe ti vjen me ne. Unë, për shembull, nëse rreja që të ngosh iPad, do më merrte mua babi iPadin, edhe do më thonte që të rregulloja rrobët, kështu, shu. Edhe për mu mendoj që ta heqin iPadin, të lexojnë libra, të bëjnë vizatime, të lozin lojra kështu që, për shembull si domino, kështu, mund të dhe dalin kështu me gjyshin që të bëjnë pazare, edhe mund të lozin, kështu me shoqe. Në qoftë se ti do hapje një dyqan, qa do doje të shisje? Unë doja që të shisja libra, se i bën të mençur fëmijët. Do shisja libra, do shisja edhe i që këmbërqira për fëmijët. Po mbërqira ti ke qef? Po, e kam gjithë dhe qef. Njërin nga ato më të preferumet është pastashuta. Pastashuta. A kemi pastashuta? Qa kemi? Kemi tiramisu? A qa kemi sot? Tiramisu? Po, e hajmë edhe tiramisu. E hajmë tiramisu të mirë bashkë? E kam bërë unë që në mëgjes? Po, e kam qa. Po, ti do më thush pastaj. Sa e mirë është, se kam besim të ti, se jam e sigur që ti i dallon gjërat e mira nga gjërat e këqija. I dalloj. Kam atë taste bud. Taste bud, qa është? Taste bud do më thënë kështu, që është shije kështu gjuhë. Shije gjuhë. Që shijon gjitha. Okej, mirë. Kjo është dyqani jëtë, se duke si është bërë me ndonjë dyqan. Po dyqani im, s'ke qënë se dyqani im ndonjëherë të banas.
Kam unë disa dyqane këtu në Tiranë. Tiramisut që bëjmë neve janë më të mirat. Edhe mami e qanë tiramisu. Bërte, e bën të mira. E ke qanë. Sa e mirë je. Ma bëjnë qifin. Ashtë që të salti, po më pëlqen akoma. Është solti? Jomi. Po më pëlqen akoma. Se e kam këshu, e kam që jem vetëm për gjana sweet, nuk e kam shumë gjana salti, po të në toftan. Sa e mirë je. Sa më shion. Shoqëroj me lang në i herë të tiramisu. Tarish. Kur e shoqëron me lëng bëhet shumë e mirë, realisht. Ma mira. Tarish. Na knaqet sot me këtë tiramisu. Është shumë e mirë. Unë nuk e di në një herë, ja bëj kalamajve dhe nuk e di, nuk e hanë. Them si nuk e hanë këta. Ka që mirë sa është. Ka që mirë sa është? Nuk e imaginoj do të sa thajmë fëmija ta shumë. Se di. Disha fëmija jotun, do të thoja që do jetë shumë e mirë. Shpirtin. Do jetë shumë e mirë. Super, e? Shumë e mirë, po. Kësuar. Zvaj. Okej. Do të kërkoj, ta lem pak të këtu? Apo do ta hash? E li aty. Lem këtu. Do të kërkoj të më bësh një pikturë se çfarë është për ty dashuria. Kur më tha mami mu që do takoja Arbanën, o të shmena fare, i thashën, o ma, po unë jam e big fan nga Arbana. Me vërtet? Po. Se mi kum ke parti mua? Televizor. Vërtet? Bananën. Qarë? Me kë? Po. Kur ban ato, kur flet me njerëzit të tjerë. Te mi mbrëma yje? Po. Më Më pëlqen shumë ato videot. pëlqen ato videot i mia? Shumë. Me vërtet, apo ma bëjnë qifin kot. Jo, më pëlqen shumë. Unë vdes që ti shof ato. Si ta kuptoj unë që ti nuk po më gënjen? Por me ma më bëj qefin kot. Si kuptohen njerëzit që ta thonë vërtetën? E di si kupton? Hami. Që nga lie detector, po edhe që ti beso shumë, unë po të them me të vërtetën time. Sa edhe nëse do të thoja që unë s'jam big fan nga ty, unë nuk do të kisha njëf. Pra, kështu është. Pra, me pak fjalë, unë duhet kem besim të ti. Po. Kur më thua që je big fan. Unë vdes ti shoh vitet e toja. Vdes. Kam një përshtypje prapë si kur ma bën qefin, duket. Nga që gjyshi im shef shumë televizor, e zën gjithmonë, unë i shof me menjen time. I shef me menjen. Po, i shof nga i shof na i herë edhe në iTab. I shef dhe në iTab. Okej, unë e mbarova timen. Ma thuj pak. Kjo është për mua dashuria. Unë s'kam marrë akoma, po. Për mua dashuria është kë. Kush e di? Bore jot? Okej. Normal është. Se gjithë gratë duan burrin e vet. E pra. Ky imi më mërzit në njërë, goxha me thënë drejten, sepse nuk guxoj të vonohem 5 minuta se fillon. Ja, ti vonohesh gjithmonë, ja gjithmonë duket prit ty, ose mos harroj unë të bëj një gjë, harroj për shembull të bëj një gjë, harroj unë për shembull të porosis lëngjet, ja ti harron gjitha. E thoj bli vet, si jam shërbetoja jotun.
Mirë ke. Po ti do ma shpjegosh pak të nden. Tani, për shembull, ky është vllai im. Një që nuk do ta bëjmë me shumë vonest. Ky është vllai im. Edhe unë dua shumë, pra i jam zemër mirë me atë, jam zemër bardh. E kam shumë xham, edhe ai është i sjellshëm me mua. Jemi lloj, po, me njëri tjetrin. Po ndonjëherë zënkat janë shik të vogla, po kalojnë. Kjo ka rëndësi, që të kalojnë. Po. Zënka duhet kalojnë gjithmonë, apo jo? Zënkat duhet kalojnë gjithmonë. Gjithmonë. Me njerëzit që i duam, apo edhe me ato që nuk i duam? Edhe me ato që nuk i duam. Nuk është problemi që nëse se ke shoh, nëse se ke kështu, nëse nuk është rëndësi. Nuk ka rëndësi fare. Nuk ka rëndësi, edhe nëse nuk e kemi shoqe. Po. Duhet i kalojmë. Po. Të ecim përpara. Okej. Shumë bukur. Po. U kënaqe sot tu? Po. Edhe unë shumë. Edhe jam shumë e gëzuar që kam bërë një shoqe të re. Dhe nëse zihemi, nuk do më marrësh inat, apo jo? Ne nuk do zihemi kur. Ne nuk do zihemi kur. Për shafoj. Okej, zemër, shumë mirë. Do t'jap edhe një dhuratë përpara se t'ikësh, se kam qejf të të bëj një dhuratë bukur, se e meriton. Okej, pëlqejnë dhuratat? Po. Nëse nuk pëlqen, ma thuaj. Nëse s'pëlqen, ma thuaj. Më pëlqen gjithë dhuratat. Okej. Faleminderit. Hape. Ta hapim kush. Prit, të ndihmoj unë. Ja, Lëmë pak. të ndihmoj unë çketi. Ja, kështu. Tani e hapim. letra. Ja. Një bluzë e bardhë. Ma mba pak. Mbajmë. Pëlqen? Shumë. Më thuaj të vërtetën, a? Shumë. Më pëlqen të më shkojmë me veshjet e mia. Do të shkoj me gjithë veshjet e tua. Mezi pres të shoh prapë. Çoj një foto pastaj. Ma ba edhe që firmën nuk diku. Firmën diku, patjetër. A ta baj firmën këtu? Bajt e bluzja ma mirë? Ta baj të bluzja? Po, Okej. E bajmë të bluzja. Atëherë, si ta shkruaj? Për Gracein? Po. Po kam përshtypjen se kur ta lash, pastaj do iki kjo. E di po do e vëm prapë. Okej, shumë mirë. Ta gëzo shpirt. Faleminderit. Faleminderit që erdhe. Ky program u mundësua nga Infinity Office, Kiabi, Natural. Për të ndjekur Mirëmbrëma Yje Kids, mjafton të klikoni butonin subscribe në kanalin Arbana Osmani në YouTube.